Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. U zgjodh sot nga nxënësit e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, kryesenatori i ri Riduan Loçi, që do të përfaqësojë mendimin e nxënësve për mbarvajtjen e shkollës, mësimin dhe edukimin e tyre. Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa zhvilloi sot zgjedhjet për kryesenatorin e ri, që përfaqëson mendimin e nxënësve për çështje që lidhen me mbarvajtjen e shkollës, mësimin dhe edukimin e tyre. Dy kandidatët për këtë rol, Riduan Loçi dhe Eriola Sefa, u vendosën përballë një konkurrimi dinjitoz që u bazua tek aftësia për të marrë përsipër përgjegjësitë, rezultatet në mësime dhe performanca. Procesi i votimit u zhvillua i qetë me mbi 200 nxënës të shkollës që votuan me votë të fshehtë për kandidatin e tyre të preferuar. Fitues u shpall Riduan Loçi me 2 fishin e votave, kundrejt Eriola Sefës. Sot u bën zgjedhjet për të vendosur për kryesenatorin e ri të shkollës, ku kishim 2 kandidatë, Riduan Loçi dhe Eriola Sefa. Procesi i votimit ishte i qetë, pa ndonjë ndërprerje, dhe Riduan Loçi fitoi postin e ri të kryesenatorit, plot me zgjedhje të lira dhe të drejtpërdrejta, dhe unë si ish kryesenatore e shkollës i uroj atij suksese dhe shpresoj që t'i përmbush të gjitha objektivat që kishte përcaktuar në planin e tij. Kryesenatori i ri i shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, Riduan Loçi, falenderoi nxënësit për besimin e dhënë dhe premtoi që do t'i përfaqësojë denjësisht. Në rast parë falenderoj shumë nxënësit që më votuan dhe më zgjedhën si kryesenator shkollën. Ndihem shumë mirë dhe shpresoj me këtë post që do më zgjasë 2 vite, shpresoj që t'jap më të mirën time që nxënësit t'ja kalojnë sa më mirë në shkollë. Shpresoj që çdo aktivitet dhe çdo gjë ne t'ja kalojmë mirë. Tenton për t'u arratisur nga burgu i Fierit, Bledar Selmanaj, por dështon. Kjo është hera e tretë që atij i dështon plani i arratisjes. Tenton të arratiset për herën e tretë nga burgu në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, më konkretisht rreth orës 3:48, Bledar Selmanaj që ndodhet në burgun e Fierit për vrasjen e shokut të tij, Julian Bullari. Burimet bëjnë me dije se pasi çau murin e qelis, duke e goditur me grushte të lidhur me peshqire çarçaf, por që ende nuk është saktësuar nëse ka përdorur mjet tjetër ndihmës, Selmanaj i paraburgosur i akuzuar për vrasjen e shokut të tij në Vlorë, Julian Bullarit, në vitin 2021, është në pritje të dënimit teksa prokuroria ka kërkuar dënim të përjetshëm. Burime zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve thanë se Selmanaj pasi hapi një vrim në murin e qelis në katin e parë me mjete rrethanore, ka hapur një të çarë në të. Pas kësaj ai ka dalë në oborrin e burgut dhe është ngjitur në tarac nëpërmjet një tupi metalik. Aty sipas burimeve konfidenciale nga burgu i Fierit, Selmanaj kishte një litar me të cilin do të zbriste duke vazhduar arratisjen, por që është lokalizuar nga forcat e sigurisë duke mos mundur të cënojë asnjë perimetër sigurie. Stafi i sigurisë së burgut ka arritur ta kap duke e dërguar në qeli, por këtë herë jo më në një qeli të zakonshme, por në izolim. Mësohet se Selmanaj ka bërë rezistencë duke kundërshtuar punojësit e policisë së burgjeve. Ky shtetas ka tentuar edhe 2 herë të tjera të arratiset nga institucionet e ekzekutimeve të vendimeve penale në Shqipëri përmes veprimeve aktive. Thahen mbi 200 puse uji në fshatrat Gjerbës, Selit, Kapaj në Mallakastër. Prej më shumë se 3 dekadash nuk ka ujë në rubinetat e çezmave dhe banorët detyrohen ta marrin tek burimet 3 orë larg. Thatësira e tij zgjatur ka shtruar mbi 200 puse ujë në 3 fshatrat Gjerbës, Selit, Kapaj të njësisë administrative Fratart në Mallakastër. Mungesa e ujit prej më shumë se 3 dekadash e ka kthyer përditshmërinë e banorëve në një makt të vërtet. Në të 3 fshatrat, rrjeti ujësjellës nuk arriti kurrë të sjellë ujë në rubinetat e çesmave, ndërsa puset e hapura individualisht janë tharë. Banorët tregojnë vështirësitë me të cilat përballen çdo ditë, sidomos mbushjen ujë me hajvan tek burimet që janë 3 kilometra larg dhe pagesat e faturave deri në 7 milion lek. Prej kohësh kemi vojtur për ujë, kemi çpluar puse, edhe puset ekzistues të vjetrit kanë shteruar nga ujë, po edhe këta të rinjt, po të njëjtën veprim kanë bërë. Nga 70 familje që kemi qenë këtu, banor të këtij fshati Selit, kemi mbetur 10 familje. Bidonat me ujë 1 kilometër që i marrim atje, po sfurnizohet për gjitha pajisjet. E kemi problem më shumë këtë. Pusin ja e shikoni si është, kam 3 vjet që e kam hapur, vitin e parë pati ujë, tani kemi 2 vjet nga thatësira, e të zgjatur është në këtë pikë, s'kemi pikë ujë. I lutem shtetit, të veri dorën zemër,
sidomos zonja Balluku, që kam shumë respekt për atë njeri, të na ndihmoj, sepse kemi 2 liçen artificial lart Lumarës, rrin kot dhe ne s'kemi. Ujë kemi dhe ujë s'kemi. Rezervuart po flen atje. Tash që është në dorë të shtetit. Po thuaj se i tërë fshati është pa ujë. Edhe unë këtë pushë që kanë këtu të shtëpia e kanë zgjerë babaj në 79. Po bën gati 7-8 vjet që puzi nuk funksionon. Marrim ujë për të pirë në ballçi me bidona. Banorët e fshatit Kapa i kanë tentuar të hapin puse deri në 130 metra, por kanë dështuar. Presim rreshjet, thon ata, të cilat ndikojnë shumë pak në furnizimin e puseve me ujë. Është viti 5 që kam bërë puzin, kam shpor me son të shpimi, ka vajtu 6 milion lek. Edhe kam 2 vjet që vujnë për ujë, na punë e thatësirës, koha që kam marrë kështu, i lutemi shumë shtetit, ta verë dorën zemër, të mendoj një për ne këtëja. Për sa kohë kishte ujë të bollshëm? Për 2 vjet e para pata ujë me bollek, edhe vadisja, jo për të larë, për të shplarë, për të pirë. 2 vjetet e fundit na punë e kos, ka marrë thatësirë, nuk as nevojat e shtëpisë nuk i ashtu dot. E kam bërë këtë pozit para 3 vitesh, pagoj djali 7 milion lekë, dhe gjënë dhe ujë s'ka. Dhe gjënë dhe ajo në majtë shkeme, thamë më dhelde, po nuk doli. Të 3 fshatrat janë tepër piktoresk me një pamje mahnice dhe shumë pranë liçeneve artificiale, Lumare 1 dhe Lumare 2, 2 vepra të mëdha ujore të ndërtuara në kohën e regjimit komunist, ndërtimi të cilave erdhi si pasojë e kërkesës për ujë në sektorin e bujqësisë. Mungesa e investimeve, thon banorët, na ka lënë në këtë situatë dëshpëruese e mbijetese, që ka çuar në braktisjen masive të këtyre 3 fshatrave. Ata apelojnë një zëri për reagim nga strukturat përkatëse, pasi ndihen tërësisht të braktisur. Policia e Lushnjës, Fierit dhe Mallakastrës ka vënë në pranga dhe proceduar në gjendje të lirë disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Policia e Lushnjës, Fierit dhe Mallakastrës gjatë kontrollave të vazhdueshme kanë vënë në pranga dhe proceduar në gjendje të lirë disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Policia e Fierit arrestoi në flagrancë shtetasit VB 59 vjeç dhe AG 31 vjeç, përkatësisht administrator dhe shofer në një kompani për përpunimin e naftës në fshatin Marinës, Roskovec, pasi dyshohet se si pasojë e shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë dje, u dëmtua punojësi i kompanisë, shtetasi LK 63 vjeç, i cili është nën kujdesin e mjekëve. Ndërsa policia Mallakastër arrestoi në flagrancë shtetasin OF 40 vjeç banues në Pogradec dhe FA 40 vjeç banues në Elbasan, përkatësisht administrator dhe punëtor në një kompani të nënkontraktuar për shërbime të lidhura me tensionin e lartë, pasi dyshohet se si pasojë e shkeljes së rregullave të mbrojtjes gjatë punës me Troko, ka rënë zjarr në fshatin Visok. Si pasojë u dogjën 200 pemulliri. Kurse specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor, Fier, arrestuan në flagrancë shtetasin BL 46 vjeç banues në Ballsh, pasi në këtë qytet automjeti që drejtonte në gjendje të dehur është përplasur me një automjet tjetër. Si pasojë pati vetëm dëme materiale. Specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin IQ 28 vjeç banues në fshatin Karbunar dhe për një 16 vjeçar banues në Fier, pasi posedonin përkatësisht doza kokaine dhe kanabisi, të cilat u sekuestruan me cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë, mirupafshim.